Sot, në ditën ndërkombëtare të autizmit, ndalemi për të kuptuar më shumë dhe për të gjykuar më pak, sepse ndryshe nuk do të thot më pak. Autizmi nuk është sëmundje, është një mënyrë tjetër e të përjetuarit botën. Andaj, le të jemi më të kujdesshëm, më të durueshëm dhe më përfshirës. Mos gjykoni një fëmijë vetëm pse nuk flet si ju, nuk luan si ju, nuk reagon si ju, po shiko dhe mbështet përpjekjet e tij. Autizmi është diversitet, autizmi është dashuri. Respekto, prano, mbështet. Të gjithë meritojnë dashuri. Autizmi kërkan trajtim, por në të njëjtën kohë edhe mirëkuptim dhe pranim. Ata duhet dhe duan të kenë shoqëri, të marrin pjesë në aktivitete dhe grupe të ndryshme shoqërore, ashtu si ti. Autizmi nuk është pengesë. Autizmi është një mënyrë tjetër për të parë botën. Disa fëmijë flasin me fjalë, disa fëmijë flasin me buzëqeshje, disa fëmijë flasin me heshtje, të gjithë meritojnë të dëgjohen. Kur i pranojmë, kur i pyesim me butësi, kur i flasim ngadalë, kur i mbështesim, i bëjmë që të ndihen të sigurt. Ashtu si ti, fëmijët e prekur me shtrëngullimin e spektrit autik kanë ndjenja, mendime dhe interesa. E dinë çka duan nga jeta. Andaj, me mbështetjen tonë, do të arrijnë një jetë të përmbushur dhe të pavarur. Ndryshe nuk do të thot me pak, ndryshe nuk do të thot unik, ndryshe nuk do të thot dashuri. Her pas here, fëmijët me autizëm nuk kanë nevojë për fjalë, kanë nevojë për një dorë që i kupton pa i gjykuar. Ashtu si ti, fëmijët me autizëm janë në gjendje të mësojnë, të marrin pjesë në organizime të ndryshme edukative. Të gjithë së bashku mund të krijojmë një shkollë dhe një shoqëri ku askush nuk mbetet jashtë. Ashtu si ti, të prekurit e shtrëngullimit autik janë individ me shpresa, emocione dhe ëndra unike. Secili fëmijë është unik. Autizmi na mëson durimin dhe pranimin e ndryshimeve. Mbështetja nuk është lëmush, mbështetja është dashuri në veprime. Bota do jetë më mirë, po ta pranojmë çdo fëmijë ashtu siç është. Të gjithë jemi ndryshe dhe në të qëndron bukuria.